nuk mund të mos flas edhe këtë diell. Në pe një familje është në zi të thellë sepse humbi një djalë të ri në lulen e jetës. Por çka shohim në këtë foto dhe ato të ngjashme nga dita varrimit? Nuk shohim dëmshuri, nuk shohim respekt, por shpejtësi. Kush ta kapi pari momentin në telefon? Kush e bën story? Kush e publikon në rrjet? Dhimbja një familje u kthy në spektakël. Një varrim u trajtua sikur të ishte reality show. Kur rëndësi nuk ka loti, për klikimi. Dhe viktima, një djalë që nuk i shpëtoi dot barrës së shoqërisë, që me zibret në gjajën e radhës, për të mos thënë skandalin e radhës. Kjo nuk i bën derë askujt. Nuk i latë familjen kërmendit i qante djalin me qetësi, si sot populli, me të pame. Shkuat për ta kapur lajmin, jo për ta ndarë dhembjen. Gjithsesi, vështrime familjes, gjestit, vështrime sinqerta. E ju të tjerët, vazhdoni me showbizimin e çdo gjëje në këtë jetë, duke përfshirë edhe atë të vdekjes, e të mërshme, edhe të tërshme.